Kongresi Amerikan ka miratuar dhe presidenti Donald Trump ka nënshkruar ligjin që vlerëson marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë në shkurt të 2023-shit si hap pozitiv drejt normalizimit. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë e arritur në shkurt të vitit 2023 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian përfaqëson një hap pozitiv drejt normalizimit mes dy vendeve, thuhet në aktin për autorizim të mbrojtjes kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Dokumenti miratuar nga të dyja dhomat e Kongresit Amerikan dhe nënshkruar me ligj nga presidenti Donald Trump me 18 dhjetor, thekson se Prishtina dhe Beogradi duhet të synojnë përparim të shpejtë në zbatimin e aneksit të kësaj marrëveshjeje. Sipas aktit, pasi të arrihet përparimi i mjaftueshëm në zbatim, SBA-ja duhet të shqyrtojë iniciativa për forcimin e marrëdhënieve bilaterale me të dyja vendet. Këto iniciativa përfshin dialogun strategjik dypalësh, si dhe hapa konkret për thedhimin e lidhjeve ekonomike dhe rritjen e investimeve. Dokumenti riafirmon se Shtetet e Bashkuara duhet vazhdojnë mbështetjen për një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë duke bazuar në njohjen e ndërsjellë. Njëkohësisht SBA-ja shpreh qartë kundër shkëmbimeve territoriale, ndarjeve apo ndryshimeve të kufive dhe thekson rëndësinë e mbështetjes së demokracive pluraliste në rajon si një mjet për të parandaluar rikthimin e konflikteve etnike. Marrëveshja e njohur edhe si marrëveshja e Horit parashikon vetëm menaxhim për komunitetin serb në Kosovë, njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore si dhe obligim të Serbisë për të mos bllokuar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Po ashtu ajo kërkon nga të dyja palët zbatimin e plot të gjitha marrëveshjeve të mëparshme. Në akt nënvizohet gjithashtu se SBA-ja duhet të rrisë lidhjet tregtare dhe investimet në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht për të ulur varësinë nga burimet energjetike ruse. Dokumenti thekson nevojën për vijimin e mbështetjes ndaj mediave të pavarura, qeverisjes transparente dhe zhvillimit të ekonomisë moderne në të tregut në rajon.